kësaj ringjallje, pas ringjalljes llogarie, pas llogarisë mizani peshoja, e pas peshojës sirati, e pas asaj hauti Kauferi, e pas Kauferit jemi fut në një ligjerat dhe kemi thonë se nuk do të flasim a shumë për xhehenemin, për arsye se e patë edhe ju edhe ne që nuk jem të pregatitur me fol për xhehenemin. Na nuk mujmë me fol për ta e lemo mi babal zjarri tina. Na nuk kem fuqi me fol për ta. Nuk kemi kaqik me fol, material me fol për ta, e lere ma me provua zjarrin e ti Allahi na mbrojt jarëve në alimin. E pasi që neve pak veç na fikloj dersi javës kalume, edhe unë kam thonë se derset tona rreth vitës së fundit, ose rreth botës amshuash na ai i cili i kupton si derse me frikue hoxha xhamatin, ai nuk ka kuptu pe këtyne derseve asgjë hiç fare. Njerëz. Dhe ati shprehën kushtime, kurse ai që i ka kuptuar derset tona deri sot si derse që i shtojnë besim besimtarit, si derse që i jepin vullnet besimtarit, si derse që i jepin korajnë besimtarit me punun vërtetet, ai e ka kuptuar dersin se çka kemi pas për qëllim me to. Sot do të dalim inshallah taala në pika të shkurta me që kuhani nuk në premton dhe do të vazhdojnë edhe një gjëra të tjera rreth takimit fundit të besimtarëve. Takimi fundit i besimtarëve, njerëzve të sinqertë, dhe të gjithë e dini se ajo është xheneti inshallah taala. Të gjithë jemi duke garuar me te, të gjithë punojnë për te, të gjithë veprojnë për te, të gjithë sakrifikojnë për te, namazin e bojnë për te, agjerimin e bojnë për te, të gjitha punë që i bojnë me një interes të madh, më na fut Allahu dhul xhelal në xhenet inshallah taala. Kjo është qëllimi jonë final, na këtë e dojmë, dhe për te ka thonë pejgamberi alayhis salam, idha sa'altum Allah al-janna fas'alu al-firdaus al-a'la, kur të lutni Zotin për xhenet, thuni o Zot, bëna nasib me shkuar në xhenetin firdaus, në shkallën më të lartë të xhenetit. Po e morëm sot vetëm një qencë të dyrëve të xhenetit dhe me njëherë po hi të llojet të njerëzve, cilësi të njerëzve që do të futen në xhenet. Çfarë sifate i kanë njerëzit, çfarë cilësi i kanë që duhet më kanë të gatshëm për xhenet, çfarë duhet me posedu njeriu më fut në xhenet. Në rend të parë, në numrin 1, duhet me pas qelësi. Çdo punë, çdo vepër, çdo shtëpi, çdo hyrje e ka qelësin e saj. Qelësi i namazit është abdesi. Nuk mund është të hi namaz pa abdes. Qelësi masi të hish namaz tjetë adher, është elhami, nuk mund është me po namaz pa elhami. Qelësi i fitores në këtë bërë, kush është? Lufta në rrugën Allahu dhul xhelal. Qelësi të mirave, i ibadetet e gjitha, është sinceriteti. Pa sinceritet, nuk je himre në ke bo ibadet jashtë xhamis, nuk të këpranu fare, nuk je himre në ibadet, mas se ki sinceriteti. Kurse qelësi i dyrëve të xhenetit, po e marru këtë qelëse të tjetë, po i lamë që të tjerë dhe xhamatin e kulluktoj dhe në t'i gjojnë njën nga njën. Qelësi i parë është La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka adhuruar tjetër përveç Allahu dhul xhelal, dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është Rabb dhe i dërguar i tij. Kjo është qelësi i xhenetit. Ai që e bardh këtë qelës, ai do të futet në xhenet. Dhe ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam
xhenitet e kanë pyet ja Rasulullah. La ilaha illallah fetin. Po ma ikhlasuha, cili është sinceriteti la ilaha illallah, ka thonë me rua fjale la ilaha illallah për i krejt harameve që Allah i ka bëru. Me rua fjale la ilaha illallah në gjitha punë shqiplerje la ilaha illallah, në rrugë la ilaha illallah, me rua fjale la ilaha illallah ma që ka zonë men në zemrën e njeriu, mos me lanë që fjale la ilaha illallah të njulloset me njolla të ndryshme. Pastaj thamë se la ilaha illallah qenë ka qelësi i xhenetit. Dhe kushtet me sinceritet ka me i. Masi që ti lanë gjunahet në zjarën e xhenetit. Nëse veç la ilaha illallah, namaz kur s'heruan dhe namazin i lanë në shku. La ilaha illallah gjenin kur jo, xhenem a për. La ilaha illallah kur s'ke bo mirat dhe xhenem. La ilaha illallah se qatit se ke donat dhe xhenem. Po pastaj deri punë. E ne do të folëm sot për cilësitë e njerëzve që do të jenë në xhenet. Çdo derë e xhenetit dhe xheneti ka dyrë shumë. Çdo grupi njerëzve ka me shku në derën e tyre. Përmise shumica e xhamatit kanë udhëtuar ndonjëherë ose me autobus apo me aeroplan. E ke marrë vizën për të shkuar për shembull në Gjermani, edhe ka ardhur aeroplani i Zvicrës, ti po tur me hija i vetë jo vizë nuk do të. Gabimi e të përprit edhe një orë i Zvicrës që s'mund kote kisët ndalë truproja dhe nuk e mu fut gabimisht. E ke prit autobusin për në Kastrion, a i ka orë një për Shkosovë, sa një mirë, qa ne i vjen ka ura, në të qënë Kastrion, dhe t'jo, në qënë për Shkosovë. Nuk muj me qënë Kastrion. Edhe aj që se ka gjërur Amazonin, aj ku dërë më shku me hinë babur Rejan, tera që quat e Rejan, tera e a gjërusve, thirë një thirës. Oju që e kini a gjëru mu i Ramazan, hyrën e këtë dherë, në krejt jem qëfë në ashta, e të në dikush. Për shembull, po e marrë një shembull, si kur dritun, në një diskotekë, të cilët nuk i kam ble biletët, mundohet në një me hi, për dhe biletët në diskotekë atje, edhe të bëhet me disa shumë, hinë në mesër mundohet më fu. Do shta njës dhe për tonë, po i dytit zine, e këtë në xhenet nuk fundet për të përdu asë një, përveç se nëse e ka vizën me hi. Oj, ma gjërus, bojëm në derën e agjërusve. Pastaj thirën dera e namazlive. Dera atyne që e kanë falë namazin. Aj që e ka agjëru Ramazanin dhe njerës që në vendin tonë ka njerës që agjërojnë Ramazanin edhe nuk e falë namazin, aj e ofrohen të dera namazlive i thëtë janë gabim i orë. Ti mund është me shku të dera agjërusve, ty nuk bën me hi, për këtë dere nuk mund është me hi. Pastaj thirën dera atyne që kanë luftu në rrugën e Allahu ul Gjelal, e tash kemi bëhu shtarë plot pasute, tëmë nga shkojnë i veshë uniformat, edhe shkojnë me hi për atë dere, dhe tja. Ku e gjohë që u derë nuk më atë këtë vapër, nuk jeti për me hi atë. Pastaj vjen dera e njerëzve të drejtë, e na jemi kom korruptun, edhe na derë s'mujnë me hi. Pastaj vjen dera e djetarëve të sinqerë prisave o gjëllave të drejtë, ti vallahi nuk e qeni drejtë, edhe tja të nuk mund është me hi. Pastaj vjen dera e sabërlive. Na kena pas sabër kur s'kemi pas rrugdalje. Ja s'mon është me i durim ta. Pastaj vjen dera atyne që falin shumë. Ti nuk e falin, nuk mund është me i asë të. Tu kanë byrë gati gjitha dyrë në xhenetit. Po të thëtë, cilësitë e njerëzve do të me qenë sabërli, do është me qenë durimtar, do është me qenë njëri që falë, do është me qenë që e falë namazin, e agjeron Ramazanin, e jepë zeqatin, pun të mira, urdhron thirret atë në një tjetër, ku jonë ata që kanë urdhruar në të mirë dhe kanë ndaluar nga e keqja, vjen edhe ti kur një herë si ke thënë njeriu, kjo nuk është mirë apo kjo është mirë. Për kurrë kur kanë folë keq diçka, jenë edhe i diku nuk jemi thonë, bëllmekojnë se më kanë imash, me folë njeriu me përgoju dikon, a që ku jonë ata që kanë thirrë mirë, ato ofrohen vetëm ata që kanë thirrë në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut te bareke ve taala, dhe të gjithë neve inshallah taala bëjmë pjesë në rrugën e thirrësave për hir të Allahut inshallah taala. Pastaj vëzhgë të nderuar, e kemi një shembull atje te Omer radiallahu taala anhu. Thot pejgamberi alayhis salam i pari njeri që do t'i jepet libri në dorën e tij, i pari njeri që do t'i jepet libri llogarive s'ka më mirë se po pullon librin në dorën e tij, të thosh oferi
Para mendohet kur thirrën, ofrohen librezat më ju ndo atyre që kanë humbë vitin, ata që kanë ngele, që kanë kaluar, ata që kanë morë dyshe, ata dysh pluse, ata tresh, ata pes, ata veçe, ata krejt ju jetë librezat, edhe i shohin librezat e tyre, para mendohet kur thirrën në rend të parë Omer ibn Khattabi. Omer radiallahu ta'ala anhu, thirrën i pari për çfarë arsye? Sepse kanë thonë se në sa është Omeri gjallë, Islamin nuk mundet me lu me Islamin kur thënë. Omeri gjallë, me lu me musliman kur thënë jo. E dini se Omeri kur kanë emigruar, sa me pejgamberin alayhis salam, i vetmi Omeri ka dalë shiqarë dhe ju ka thonë të gjithëve: o ju banorët e Mekës, unë do të shkoj në Medinë, kush është burr që del përpara nuk do të më muheja një ka Omeri. A mos më dhon libra do të djathina? Kur vjen shejtani dhe ngacmon njerëzit e neve në ngacmon më shumëti, e të Omeri s'kuxon nuk ballavaçuar, nuk meriton librin në dorën e tij. Vjen kur vjen njerëzit e shohin Omerin të çaj, tan natën dhe thot nuk di kur me flajt natën, e hupi hakun tim ndaj Zotit me flajt ditën, e hupi hakun tim ndaj njerëzve, a nuk meriton ja dhon librin në dorën e tij? Kur vjen në Omeri dhe në ditën, në kohën kur ka qenë varfërie e madhe, sikur të na në Kosovë, pak ma keqët të nëse atje, kur ka qenë varfërie e madhe, Omeri ka ndërpre ligjit për një kultur ajutave. Se s'ka ka me marë i shkreti, musliman nuk po dojnë ju dhonë familje dhe partna, nuk po dojnë musliman ju dhonë, musliman nuk po dojnë me njënë jetime, nuk po dojnë, jo që s'kanë, nuk po dojnë pasunikat, nuk janë të folë për plesh të mirë me 40 euro, pasunikat nuk po dojnë me i vra jetime me burë të tyre. Omeri vjen vendime dhe thërë, në këtë vetë nuk bëni atë ku dorën asunja, ata që kanë marë për ushqim, për buk me dronë me ta. A nuk meriton një adhon libre në dorën e tja, disa prej sahabëve thanë, subhanallah, pse mos një adhon me Bubekri? Edhe ju e ju shkon me nga, po mire Bubekri ka qenë baballahu i Muhamedit alayhis salam, baba i Aishës, se mos një adhon libre në dorën e Bubekrit parit, në dorën e tja, po një adhon Omerin. A nuk është e Bubekri që ka dhonë krejt pasnin me gjallë jetimin? A nuk është e Bubekri i cili kur njëherë s'ju në terë, sytë e tina dhe lëtë e tina nuk ju në terë, për frikës sa Allahu dhul Gjelal, nuk ka fa namaz vetëm se ka qajt e Bubekri, a nuk meriton? Atëherë buzgjesh për nga mirë dhe tërë, e Bubekri të të mjohon libra në dorën e tja, të thoni të poja rësunë dhe kjo meriton, të të Bubekri hinë gjenet pa ju në libra iqë. Qa libra e Bubekri të mjohon? S'ka nevoj libra e Bubekri prinë atyru, prinë besimtarën e gjenet. E na e Bubekri dhe të me qenë në hazën. Na mos mujshme Bubekri më botë, të pingjahë Bubekri, dhe po kërkojnë gjenetin, o lëzër të ndëruar, po kërkojnë gjenetin, më shku në gjenet, dhe pejgamberi alayhis salam, e Bubekri të mjohon libra në dorë tjatë edhe i pari, jo, e Bubekri hitë pa llogari pare. E Bubekri drejt në gjenet, nuk ka nevoj një dhon libra në dorën e tjatë. Po dhe lëzër të ndëruar, pastaj do të kaloj të një fazë tjetër kur të filloj në dëgjum në javën e kaluar se gjehtëm litë po thërë kanë me njësatët mërshëm. Wa nada ashabë nare, ashabë al-jannati an nafidu alejna min al-ma, au min ma rëzëkumullah, qalu inna Allaha harramahu ala al-kafirin, thëtë kur thirin gjehtëm litë, o ju banor të gjenetit, në jetë një pejtë mirave të gjenetit, vetëm një këtë ujë, se u thamë jeti, mushtri tona u kjetën e u kallën, goja tona të cilat nuk kemi bafikër me to u shkromuan, thëtë na jetë një gotuj, na gjenetvita tje kur shkojmë i qala, u tala të gjithë, jemi për atyre, i thojmë jo, këtu i ka bo Allahu haram për njerëzit të cilat e kanë mohu Allahu dhul Gjelal. Nuk bënë, po pastaj po thërë kanë gjenetli, a kanë nevoj gjenetli për i thirë gjenetli? Sot për i thojmë, gjenetli, po i thërë kanë gjenetli, i thojmë, o ju banor të gjenemit, tash një thirje pe i gjenetlive, o ju banor të gjenemit, na e kemi gjithë atë që na ka premtu Allahu dhul Gjelal, që ka thonë në Kur'anin Kerimin, inna lil muttaqina mafaza, hadaika wa anaba, për të devotshmit është një vend i harit në xhenet, për njerëzit e sinqertë, për njerëzit e moralshëm, për njerëzit e drejtë, për ata të
cilët dhanë me dorën e tyre, për ata të cilët i bojnë punë të mira, për ata të cilët i ndihmojnë besimtarë, për këta është pregatit një vend, një mirë në xhenet, atëherë dhe tinë një muteqine me faza. Njerëzit e xumos kanë shpëtuar Allahin, njerëzit e namazeve kanë shpëtuar Allahin, agjerus kanë shpëtuar, ata që luftuan në rrugën e Allahut xhelal kanë shpëtuar, hadaike wa anaba, dhe kanë me pas kopshte të mëdha, atje ka me pas edhe rrosh me shlaki nuk ka, po kanë thonë dietarë se edhe alkohol ka me pas për ata të cilët e kanë lënë për hir të Allahut xhelal, veç alkoholi i xhenetit nuk e dhe njeriu me bë prej njeriu me kalu tjetër sen për dini çfarë krijese. Ine një muteqine me faza, po thojnë xhenetit, o ju banorë të xhenetit, ne e gjetëm atë që na ka transmetuar Allahu xhelal, se në këtë botë e dini në surën Mulk, i kanë thënë pejgamberit, kul ma ta hadha al-wa'd, kur vjen kjo ditë e gjykimit. Aho është tepër i ke zgjat, që tek ligjërata, në ligjërata, dita e gjykimit, jeta në borë, jeta në xhenet, ndërprehen këto ligjërata në Allahut, nuk ndërprehen derisa të shkojnë në xhenet. Nuk bën me ndërprerje, është ndaluar me ndërprerje, derisa të përgatitemi në shku, atëherë dhe jo besimtar tamam, kur është kjo ditë e gjykimit, që shumë po flet për to ja Rasulullah, edhe këta i thojnë besimtar, xhenetive në këtë ditë i thojnë, o ju banorë të xhenetit, ne gjetëm atë që na premtoi Allahu xhelal, gjetët ju atë që ju premtoi Zoti juaj? E gjetët ju atë që ju premtoi Zoti juaj? E gjetët ju atë që ju ketë e mohut Allahu xhelal? O ju adhurues një mbretit zullumçare, e gjetët atë që ju premtoi mbreti juaj? O ju adhurues të Firaunit asaj kohe dhe Firaunave të kësaj kohe që janë ende nuk vdesin dhe nuk kanë vdekur ende, po lindin Firaunat, njëjtë me Firaunin, e gjetët atë që ju premtoi Firaunit? O ju zullumçare, e gjetët atë që ju premtoi prisi juaj? Jo, vallahi nuk e kanë gjetur. Ata e gjetën xhenetin. Ata e gjetën vendin më të mërshmin, më të keqin në zjarrin e xhenetit. Pastaj vëllezër të nderuar, para se të vazhdojmë, ju kisha luts, me që po e shëni edhe kohën çfarë është të ofrohemi më afër, lironi vëllezërve të juaj që të ofrohen inshallah taala, edhe të trajtojnë një vend të xhamia Allahu ju shpëtet. Po vëllezër të nderuar, banorë e xhenetit e bojnë këtë thirrje të madhe në një aspekt, në lloj shekarimi, në lloj nënçmimi për njerëzit të cilët e mohon Allahu xhelal dhe i thojnë, a e gjetët atë që Allahu xhelal Zoti juaj ju ka premtuar, ju vallahi, ata kanë gjetë një send të mërshëm, ata kanë gjetë një gjë e cila kur një herë nuk do dalin prej saj, dhe e kuptuam atje se në mes xhenetit dhe xhenemit, vihet me një dele e cila i ka britë mëdhenj, prehet në atë vend dhe thirr një filozofë, o ju banorë të xhenemit, dhe kjo dele që prehet, kjo quhet vdekja. S'ka më vdekje në ditën e gjykimit, s'ka më vdekje në xhenet, edhe s'ka më vdekje në xhenem. Thirr një filozofë dhe thotë, o ju banorë të xhenemit, khuludun bila maut, gjithmonë jeni në xhenem, kur s'keni me dalë prej xhenemit. Pastaj thirr tjetër një filozofë, o ju banorë të xhenetit, khuludun bila maut, keni me qenë në xhenet për gjithmonë, kur nuk keni me dalë prej xhenetit dhe nuk ka vdekje në të vëllezër të nderuar. Në këto momente që ne muslimanëve na u thon zemrat tona, në këto momente që ne muslimanëve na u shterën mushkrit tona, në këto momente që ne muslimanëve na u harxhuan ujit e syrit, duke derdhur prej të merreve të mëdha që kalon në vetë Islam. Dhe ai që nuk mirët me këtë çështje të besimtarëve, ai nuk i takon besimtarëve. Men lem yahtam umur muslimin falaysa minhum. Ai që nuk mendon për muslimanët e botës, ai nuk është prej tyre fare, nuk meriton me qenë në rangun e tyre. Në këto momente më të vështira, kur ne po i shohim vëllezërit tonë në anën e botës, duke u prek
duke qajt me duan në gji, jetimet duke I thirë prind të tyre, duke kërku prej Allahu Gjelal që t'ju ndihmoj, dhe lëkët e besimtarëve të sinqerë, duke mos unaj fare në këto momente, për kujtane me duke këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu Gjelal po e thëroj ka në ditën e gjykimit një njeri I cili ka bot gjitha këto që I se ku ma herë. Dhe fut në zjarin e xhenemit, një njeri I cili knaqet me këtë gjakberdje që mundohet atje, në emën të drejtësisë dhe demokracisë. Buhet dhe të shrihet në xhenem, edhe I thërë, a ke bon nga jetë knaqësi, lumëturin e këtë botën, jo vallahi. Kur njëherë se di qa knaqësia, pastaj futet një njeri I cili ka vujt shumë, I cili me vitet të tëra, kanë bane të shkanë kanë desh të besimtare, I cili ka qeni vafur, I cili ka qeni shtypur, I cili nuk ka pas të drejt me shpreh mendimin e lirë, I cili nuk ka pas të drejt në familje mullë në sotër, I cili duke qenë në familje, duke ngronë, ushqim ka ardhë bomba atë dhe teka dhe I ka zgjuhet të gjithë prej sofre dhe I ka mytë për familje. Do të vije jetimi I cili ndodhë në shtetin Yemen, një familje me jetim, I vritet baba, nana I lënë fëmijën, edhe shkon ai me I vjen këpuz të gjematit ju gjemative, dhe ti kur një herë s'ki të drejt, ma në kukur të pire këpuz atje të xhamia, sepse ti një faktori kryesor që I marë këpuz të tua, dhe nana e këti fëmiju, motra e këti fëmiju, ti thënë, që dhe shkon me I këpuz të gjematit të xhamia, e ti shesën për me ngranë e pason një gjemat dhe shkon dhejtë dhe e ty, se mi marë puste në mastive, dhe nuk kam desh me vjedh tjetër, kam desh një vjedh atyne të cilë për të gjojnë hoqen, që duhet me interesua për jetimet, dhe nuk po interesuar, po I marë puste tyne se I kam Allah. Këtë fëmijë në ditën e gjykimit, futët në xhenet, dhe pyet Allahu Gjelal, a ke pas ndonjëherë ndonjë brejnë? Oj musliman me lëtë në sy, oj musliman me brejnë nga në zemër, oj musliman të cilët jeni të shtypur në skajshmëri, a keni pas ndonjëherë ndonjë brejnë në këtë botë dhe jo vallahi o Zot, me një futje në xhenet, me një aromë të xhenetit, jo o Zot gjithmonë kemi qenë në qetësi. E lutim Allahun Gjelal që të na bëjë prej banorëve të xhenetit ya Rabbel Alamin. Vazhdojmë në xumën e ardhshme inshallah taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Para se të thirë të zonë edhe një në këshirë, po e them, atë që do të vazhdoj pak edhe në hypen, nalët atje, ju këshalut, kur t'ju flitet juve, kërkohet për juve që të ofroni Allahzën, se vlesnit e ju I kanë vetë jashtë. Koha është kësisoj që ata nuk mujnë më falë jashtë, mundësit e tona jonë të që nuk mujnë ne me pas një xhami më të madhe, ofroni Allahzën, ofroni lironi vlezërve t'juj, se keni nevojë për një vend në xhenet, atër ofroni, bëni rahmet në manë juj që Allahu ka mëshiron në ditën e gjykimit, mos ta lën as të një, edhe në katin e dytë, vlerë edhe për juve në katin e dytë,